Sot në Tiranë ishte bërë plan që të dikshe Tirana. Nga e quajtur Partia Demokratike më në krye Sali Berishin, Gaz Bardhin edhe organizatorin Palliu. Shqiptarët e mi, siç e kam thënë më parë, të dyja partitë duan të djegin Shqipërinë. E patë edhe vetë e qëllimshme për të djegur njerëzit, për të forcuar dhe për të bërë luftë civile. Unë po lajmëroj urgjent drejtore policisë, kushdo që të jetë i ri. Duhet të arrestoni Sali Berishën, duhet të arrestoni Gaz Bardhin, duhet të arrestoni tipin Balliu, deri dje jati ti spiuni më i madh i sigurimit në Tiranë. I biri i tij është organizatori i demonstratës për të vrarë njerëz. Iran anë ban Tiranës. Qëllimisht është në rrezik sot Tirana. Për arsye duan luftë civile. Po un po lajmëroj urgjent kryetarin e Spakut, Zoti Bravo, diljash urgjent të arrestohen sa më parë kriminalët që desh të digjinin shqiptarë, që desh të digjinin turistat, desh të digjinin drejtorinë e përgjithshme të policisë, desh të digjinin drejtorinë të rajonit të policisë. Numër 1. Kjo është një parti kriminale, është parti terroriste. Të dyja partitë erdhi përfundimi i arrestimeve të tyre. E njëherë unë lajmëroj kryetarin e Spakut, urgjent sa më parë t'i dërgoni byron kombëtare për të arrestuar në flagrancë. Nëse ju nuk e arrestoni, ju jeni së bashku me terroristë. Po e përsërit e njëherë ta dëgjoj gjithë shqiptarët, prokurori i përgjithshëm Zoti Qela dhe kryetari i Spakut. Bravo, nëse ju nuk i arrestoni flagrancë, ju do uleni në bangën e të akuzuarve. Për arsye se ju po bëni sehir për të vrarë shqiptarët. Kjo është organizuar nga serbët, nga grekët dhe nga ata që kanë vjedhur që janë edhe në Spak, 4-5 veta që kanë vjedhur që janë bashkë, pra e pat sot të dashur shqiptar. Unë thash më përpara, i thash prokurorit të përgjithshëm Qela që keni kujdes se ata kanë ndërmend të djegin Shqipërinë, sepse që të humbasën vëmendjen, se me qenë se filloi lufta e tretë botërore në lindjen e mesme, këta mendojnë që të djegin Shqipërinë e të shpëtojnë, po këta nuk kanë përshpëtuar. Ka arritur aty ku s'mban më. Drejtoria e policisë të përgjithshme të Shqipërisë. Nëse Ministria e Brendshme, që quhet sot, për nesër ne do të bëjmë VC me 4 dyer. Nëse ju nuk i arrestoni flagrant sonte terrorista që shkonin anë ban Tiranës për të djegë dyqane, pra përgjegjësinë do të mbajnë 3 veta sot. Prokurori i përgjithshëm Zoti Qela, drejtori i përgjithshëm i policisë kushdo që të jetë dhe byroja kombëtare. Këta të 3 do mbajnë përgjegjësi penale. Nëse këta nuk i arrestojnë, këta do të futen në një grup. Amerika paguan Spaku, Amerika paguan byron kombëtare. Dhe un po flas sot në emër të shpresës të kombit, të kryeministrit që janë zgjedhur 13 ministra. Po ne jemi gati për të shkuar në zyrat e reja dhe për t'i arrestuar që të gjithë.